Jemi të vendosur këtu në portën e peshkatarëve, një sfidë e madhe në fakt me njerëz të cilët luftojnë me detin, me ajrin, me tokën, shohin vdekje në sy çdo ditë, por mbi të gjitha ruajnë një identitet që i takon qyteteve bregdetare, por kaq shumë dhe Vlorës. Mirë se ju gjej. Mirëserdhe, përshëndetje. Tani ju kam gjetur në këtë pikë vape, po ju jeni bërë çeli komiku im. Sa vjeç je? Unë jam 71, kam lënë 72. 72. Po mirë, kështu me gjithë të sfida që ke kaluar, prapë ruan mjaft mirë formën. Ke ndonjë sekret apo deti? Deti dhe kam qenë sportiv. Ke qenë sportiv? Po, Qa sporti bën kur zgjohesh? me not. Kaq vite kapiten, sa tu bën? Nuk e maj mund që në 77 kam peshkim. Edhe kapiten ke qenë gjithmonë? 36 vjetë. Qik më mbrapa. 36 vite kapiten, po si është historia e një kapiteni? Je kapiten vetëm në anija apo edhe në jetë? Se normalisht të merr jeta pastaj, bëhesh edhe pak. Po si me ndonë ti, vetëm në anije. Du t'jesh dhe një jetë kapiten që të kesh një familje të mirë, të shëndosh, të rregullt. Edhe kështu jeta vazhdon. Kur e ke filluar këtë karrierë edhe këtë jetë e cila duhet thënë nuk është fort e zakonshme? Në filluar në 92. 92. Po. Sa vjeç ishe? Në 92 kam qenë 30 vjeç. 30 vjeç. Po, Në moshë të rritur e pas e filluar. 7 vjeç. 27 vjeç kam qenë. Kam filluar peshkimin. Kam bërë ca shkëputje të vogla, pastaj këtu. Është pasion i bukur. Ani e peshkimit është shumë e bukur, po shumë e lodhur. Është shumë e stresuar. Ikim orën 2 të natës, e vim 3 ditë rrim në det, e vim pas 3 ditësh. Rri 3 ditë në det ti? 4 ditë. 4 ditë në det? Po. Ua! 3 ditë. Edhe në dimër? Ku pjesim në dimër stadi. Ne vetëm kur ka erë të fort. Se shiu nuk e pjesim shim fare, shiu nuk ka bën gjë. Vetëm kur ka dall. Kur ka dall që shikojmë një telefon që ka shumë det, kthehemi. Po si e menaxhon jetën tënde 4 ditë në mes të detit? Si menaxhojmë kur vim, sa themu ngatrojmë shokët në mund t'i them ati i themu Baçi, i themu Berti, i ngatroj. Shokët se i vinë trullosë, se kemi emocione, kemi strese, janë punëtorët, kemi të rjetën në fund të detit, gjuajnë 500 metra, 600 metra thellësi, e kupton që në ishu të fani deri në Ulqin. Çfarë rreptësie kërkon të qëndurit kapiten anija? Rreptësia jonë është që marinarët dhe motoristët që kemi në anije, se unë kam qenë marinar vetë, e kupton edhe jam. Nuk ka thot jam kapiten unë, po sot punoj për shumë peshkatar. Ska, për zotrinë e kam pronar anije dhe kapiten. Edhe duhet të dëgjojnë kapitenin peshkatarët. Duhet të jenë cikte, se një pagudesi e vogël, se futesh brenda në motor, i kapi dorën. Edhe më rjetën, në kohë që edhe më rjetën, i kapi këmën peshkatarit i unë det. Kemi shumë emocione në det. Cili është rasti që të kalon pa frymë? Një moment i joti që ti e kujton edhe sot si nga më të vështirët, edhe që kur kthen kokën pas je shumë falendërues si e gjallë, por mund të kishte përfunduar në një katastrofë. 12 minuta kur kam marrë mbrapa karabrurin, të hodhi njerë, muqa anja, edhe e nxora në anë. Gjaksosia ime e nxora në anë, u mbyt anja gjysëm, e bra futa pulumbarët, e ngrita prapë e rëkta. Ajo është, dhe më thënë, dita jeta ime që nuk mund të kisha marrë intervistot. Sa vjeç ishe? Unë 50 vjeç, para 10 vjeç. Para 10 vjeç. Sot jam 61. Edhe 100 të tjera, po u riktheve nga vdekja, po themi, por edhe me një përgjegjësi shumë madhe në kurrizë të gjithë atyre që kishe me vete. Mbi të gjitha gjaksocia që shpëtova anijen, se jo se do të mborëm, shokët e mi e kupton, e kanë mbytur anijen, kanë ikur e kanë lënë, kurse unë nuk e lash. Unë hodha me natë, lidha cimat, e mbajt anijen drejt, se kjo anija ka një gjë, nëse palo se se merr dot më. Haroje, nuk e merr dot më. Unë i lidha cimat në shkëmb, e mbajta drejt, erdhi pulumbari, e ngjita, futa pompën, e pompova, u ngrita anija ndeza dola. Çfarë të ka mësuar deti ty edhe kjo jetë kaq sfiduese? Si jetë filma është duket? Është profesion shumë i bukur. Po është Adrenalin. Është adrenalin shumë e bukur. E kupton, po është shumë e vështirë. Ti pa të nuk jeton dot. Nuk jetoj dot. Imagjino të mbyllesh ty në një zyrë. Mos. Mbyllesh në zyrë sigur 100.000 euro në ditë më japësh, nuk e dua. Më mirë 5 lekë në duani themën. Duhet të kokën e peshkut, unë s'ka kokën e peshkut. Ndjen kënaqësi. A je ti edhe zotëria, që vlen për të dy kjo pyetje, brezi i fundit me këtë shpirt, gare, aventure, sfide, vështirësie? Po, shko tash.
që është e vërtet, është shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ti ke filluar që janë dhe intervistat e ju. Të lutem më thuaj, tani ke parë, kështu janë 30 barkat të mëdha edhe janë 40 vogla. Ke parë në një 30 vjeç këtu? Vajta atje për te për 2-60 vjeçar. Vin këtu 70 vjeç ai 60 jetu. Do iksh më tutje, do gjesh statë shtrëmur me 60 vjeç në 70 vjeç prap. Më trego pak për rjetat. Këtu janë kaq gjigande, kaq të forta, duan detaje, edhe pse duken të thjeshta, kam përshtypjen që duan specialist mirë fillim. Nuk ka. Nuk ka? Është vetëm një vajzë, një nuse re, që merret me këtë punë dhe i lumshin duart, tjetër gjë nuk ka. Ku është kjo vajza? Kjo këtu do të jetë aty i qef, do të mund të jetë në një vend tjetër, mund të ketë dalë me familjen, s'ka punë sot. Cila është këshilla e parë ose e vazhdueshme që ju i jepni marinarëve të rinj, ata të cilët duan të mësojnë edhe pse ju tha që ky është një zanat që fatkeqësisht gjithmonë po bie. Të gjithë duan jahtë luksi i dashur. Po mbet fare si zanat, ka mbaruar ky zanat. Marinarëve të rinj. Çfarë ku ti gjesh? Apo ti? Ku ti gjesh? Më thuaj ti, gjej ti një marinar të ri dhe bjere këtu, të vi. Tash na vjen një marinar i ri. Edhe për ta mësuar, mësoj me kam një pasion për shumë një muaj. Me ne shikon që beter balt, mërzitet, djersin, 2 ditë iku në shtëpia ose ikën në orën 1 natës e vinë në orën 7 mbasdite. Po pse kështu e bëni jetën ju? Kështu e bëni tash. Mësone, fillon e mësojmë për çepor jetat, mësojmë si bet ajo kavua, si hidhet litari, si mbahet timoni, motori si hapet ujë, si bëhet nafta. Ka shumë procese ani, e kupton? E mësoj me kam me pasionej. Rinj 20 ditaj, shumë e vështirë, unë duhet dalë xhiro me shokët, ju nuk s'kam kohë, më vjen gjumë se unë lodhem, ikën. Edhe ngelmi ne 2 pleq këtu. Ashtu, ë? Ngelmi 2 pleq, ikën, nuk do të vi më era peshk. Po cila do të ishte thirrja juaj që do t'i bënit njerëzit të riktheni syt nga peshkimi, se atë peshkun atje pastaj për ta ngrënë në restorante duam ne. Do ti, po nuk e di unë si nxjerr lekë di. Edhe ata peshkatarët e rinj që ikin. Ai do kërkoj një jetë më të mirë. Thonë ja, më fal, erdhi nga puna, urdhë. Erdhi nga puna tash ka marr 3 egyptian lart. Kishte 3 shqiptar. Kishte 3 shqiptar i kanë ikur aty. Ja tash do vesh i ka atje, ai ka 3 egyptian, ata egyptian, ai di siguri ai kapiteni, ai vet pronar ai kapiten. Ai dridhet. Dhe se nuk e din punën ata. Sa të filloj të më ka punën, se lëshon ajo që thashun në fillim. Lëshon kapot ai kap ka. Po kjo është një punë që nuk të bën të pasur, ë? Ja, harë. 35 vjet unë ma marinar që peshkatar, fillova motorist, në motorist mësova për kapiten se kisha me qef, kam mësojë kapiten, pa buk jam. Pa buk harë. Për të rikthyer pasionin dhe dëshirën e të rinjve për të bërë marinar dhe për të mos mbetur kështu vetëm një pjesës historie. Cila do të ishte thirrja jote në kaq vite? Tash thirrja ime do të ishte kjo. Në atë kohë, kur ne kemi qenë të rinj, shteti na dërgonte në shkollë. Po. Unë e kam mbaruar shkollën e peshkimit në Durrës. Shkollë peshkimi. Po, sa bukur. Në Durrës. Dhe sot nuk ekziston më kjo shkollë. Pse mos të krijohen kodra të rinj që të dalin nga shkollat? Këtu një shkollë ka qenë shkollë marine dhe këtë kanë e mbyllën, shkollë marine dhe ajo nxirrte kuadro plot, edhe për peshkimin edhe për flotën luftarake për të gjitha. Nuk ka më. Duhet të hapet një shkollë, se s'bën. Që të rinjt ta kenë me pasion ta marrin siç po marrin zanet e tjera. Për ta përmbyllur, çfarë do të thotë të jesh kapiten edhe të jesh gjithë jetën në det edhe të jesh një personalitet i tillë si ju? Pasion shumë i bukur edhe stres shumë i madh. Ecim paralel. Kaq. Po për ty? Po dhe për mua të njëjtat si ato jam po spati të rinj, po spati peshkimi ka falimentuar, ka mbaruar çdo gjë. Po për ty, çfarë bët kuptimi dhe çfarë fjalësh do kishe për ta përshkruar jetën tënde mes detit dhe peshkimit? Sakrifica vuj. Po sakrificë është jeta, peshkimi është vetëm sakrificë. Kaq është. Po ka është dhe kënaqësi tani. Po kënaqësi mund të jetë për kur je i ri, por më sa ti mos ta doje kishe lënë tani, se nuk besoj që bashkëjeton me gjëra që si don. Me gruan ja akoma. Po pse e kam ndarë? E ke ndarë? Jo, si jam. Po jo vëzë të thuaj me gruan. Me gruan ke shere shamanta i themin. Edhe me detin do kesh. Ai shumë shere dhe që i ndarë. Ashtu ë. Po. Që mirë, unë uroj një jetë të gjatë dhe shumë faleminderit për gjithë kontributin që këta njerëz japin edhe vini.